Kthehemi kështu në pjesën tjetër të mesditës dhe do e nisim me një informacion. NATO ka paralajmëruar zvoglimin e numrit të ushtarëve në Kosovë, duke argumentuar se situata e sigurisë në vend po përmirësohet vazhdimisht. Vendimi për reduktimin e trupave të KFOR-it vjen pas një shqyrtimi të plot dhe një vlerësimi të bazuar në inteligjencë të situatës së sigurisë. Nëse siguria në Kosovë mbetet përgjithsisht e qëndrueshme, NATO do të optimizojë praninë e KFOR-it në Kosovë dhe do të përshtatë gradualisht nivelin aktual të forcës së tij gjatë vitit të ardhshëm, kështu është thënë në komunikatën e Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë. Në komunikat rikujtohet se numri i ushtarëve të KFOR-it është përshtatur vazhdimisht në përputhje me rrethanat në terren, megjithatë pas dhunës në veri të Kosovës në vitin 2023, rasti në Bajnsk, ky numër u rrit afro 1000 trupa shtesë. Dhe kjo një lajm i mirë për Kosovën. Po, sigurisht dhe vjen po bëhemi gjithmonë më shumë më të fortë. Dhe vjen në 27 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Pikërisht në datën 12 qershor, një datë për vendin e cila është më shumë se një datë e zakonshme, është një ditë që zgjon kujtime, emocione dhe krenari tek çdo qytetar i Kosovës. Në këtë ditë ku festohet çlirimi i vendit, ne do t'ju sjellim dy rrëfime sot në studion e mesditës, të cilët vijnë nga dy persona të cilët dhanë shumë për çlirimin e vendit, dy ushtarë që bartin kujtimet e luftës dhe sakrificës për atë dhejun. Përmes rrëfimeve të tyreve do të rikujtojmë ata që luftuan, ata që ranë për liri dhe momente që ndryshuan përgjithmonë fatin e Kosovës. Është shumë e rëndësishme që këto histori dërëntinat mos i harrojmë asnjëherë dhe në secilën mundësi që na jep të rikujtojmë, ndoshta edhe për gjeneratat e reja. Edhe për te datate, jo vetëm në datat kur shënohet si kjo e 12 qershorit, megjithatë edhe përgjatë gjithë vitit të kemi figura të tilla, sepse ne patëm dhe raportuam qysh në fillim të emisionit për vdekjen e ish-komandantit Sajt Jashari, megjithatë të njëjtin shumë pak e kemi parë në televizione, në për intervista, shumë pak kemi ditur realisht për të. Me marë parasysh Dërëntina që këtë vet, ky 12 qershor e zë vendin sërisht me ish-krerët e UÇK-s, të cilët fatkeqësisht po mbahen dhe po gjykohen ende padrejtësisht në Hagë. Ndërkaq ne gjitha këto do i diskutojmë sot në një panel të ftuarish, e përmenda për të ndarë rrëfimet e tyre sot në studion na është bashkëngjitur ish-komandanti Fatmir Sopi. Zotri Sopi, mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Ndërkaq për krah ti gjendet një tjetër ish-ushtar, zotri Rahim Tërnava. Zotri Tërnava, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit. Faleminderit për kohën. Mbrëm u dha lajmi që ka ndruar jetë ish-komandanti Sajt Jashari, po besoj një lajm ky i trisht për vendin, marr parasysh kontributin e tij, zotri Sopi. Po t'ju them të drejtën, në emër të organizatës së veteranëve të luftës, në emër të gjithë veteranëve dhe në emër të popullit tonë, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta spare familjes Jashari, miqve, bashkëluftarëve dhe gjithë popullit shqiptar. Është kjo një humbje e madhe, sepse Sajt Jashari ka qenë dora djathtë dhe bashkëluftari më i afërt i komandantit legjendar Ademi Jashari, dhe për ne është një goditje edhe pse nga natyra, nga Zoti, mirë po megjithatë Sajti ende i është dashur vendit të kontriboj me përvojën e tij, me këshillat e tij, prandaj edhe një herë shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta për të gjithë ata që e njohën edhe për gjithë kombin tonë. Po, zotri Tërnava? Po, gjithashtu ne kena shprehur ngushëllime familjes dhe gjithë kombit shqiptar. Ka qenë një burr i madh i kombit shqiptar që trim në heshtje, që ka dhënë gjithçka me familjes së bashku për këtë vend, për Kosovën, traumatantar të vranë familje gjatë luftës 98-99, po edhe para luftës qysh në ditë e para ka qenë kraj djathtë i Ademi Jasharit në ushtrimet në vitin 1999 në Shqipëni, ka qenë i kërkuar shumë dhe gjithmonë ka qenë arati dhe ka dhënë gjithçka që ka pas mundësi dhe sa kanë mujt me dhënë për këtë vend. Dhe për këtë respektin maksimal e meritojnë si familje, se nuk janë vetëm familje e Drejnisës së Kosovës, por gjithë kombit shqiptar, familja Jashari. Po, sigurisht. Dhe
Qysh në hyrje të kësaj pjese, informuam edhe shikuesit për tërheqjen e një pjese të trupave apo reduktimin e trupave të NATO-s. Si u bën të ndiheni kjo, zotri Sopi, pikërisht në 27 vjetor, edhe nga NATO po konstatohet se Kosova çdo ditë po është më e sigurt? Po forca më e madhe ushtarake në botë NATO-ja, kur e ka pa të arsyeshme edhe të intervenojnë në Kosovë me rastin e gjenocidit që po ushtrohen mbi popullin tonë, ajo e ka pa të arsyeshme në atë kohë që me një arsenal të jashtëzakonshëm dhe të papërdorur deri në atë kohë kur të hyjnë Kosovë, pas 27 viteve është bindur me siguri se populli ynë, shteti ynë është duke u forcuar, ushtria jonë është në formim dhe në përparimet e sipër si në aspektin profesional, po ashtu edhe në aspektin e armatimit modern të kohës. Prandaj, unë jam i bindur se NATO-ja e ka shqyrtuar mirë gjendjen e sigurisë Kosovë, edhe pse kemi një gjendje mjaft komplekse në botë, ku kemi luftime të gjithandej, luftra të mëdha, siç është lufta SBA, Izrael dhe Iran, luftat në Ukrainë, Rusi, e tjera. Prandaj, NATO-ja besoj që ka bërë vlerësim të duhur dhe ka menduar se ne jemi mjaftueshëm në drejtim të duhur që nga kompenzues të sigurisë edhe të japim kontributin tonë në sigurinë e përgjithshme. Dihet pra se një kontingjent i caktuar i oficerëve të FSK-s tani më ka shkuar edhe në Gaza që të marrë pjesë në stabilizimin e gjendjes atje. Prandaj nuk është për neve, unë konsideroj se nuk duhet të jetë shqetësuese një numër sado i vogël i forcave të NATO-s të jetë në Kosovë. Ajo është veç misioni tyre i cili po u godit diçka ose u acarua gjendja. NATO-n e kemi gjithandej, NATO-n e kemi në Shqipëri, NATO-n e kemi në Maqedoni, kemi në Kroaci, domethënë shtetet përreth, gjitha prandaj NATO-ja edhe ashtu është Kosovë. Për të ftuar trupa, po, si që bën në 2023 pas rastit në Banjës. Shpresoj që të mos shtohen në atë formë, pra që siç ishte rasti 2023-s, nga rasti në Banjës, ku shtuan 1000 ushtar. Po e shihni sapo ka pas nevojë, NATO MNR ka reaguar në atë drejtim. Prandaj e ka studiuar gjendjen dhe se NATO nuk është interesuar që të dështoj në rastin e Kosovës, sepse është projekt i përbashkët i popullit tonë dhe i NATO-s, i ushtrisë qëndrore të Kosovës, popullit tonë dhe NATO-s. Është histori, suksesi edhe e përbashkët. Të nava si e pat këtë lajm dhe më pas do ndalemi të rikthejmë pak. Ne e pam këtë lajm shumë pozitiv, se Kosova dita ditës po është më e sigurt. Asnjëherë Kosova më e sigurt nuk ndi deri sa zvogëlohet numri, domethënë se vlerësimi i sigurisë që bëhet prej ndërkombëtarëve është më së pozitiv, se ruajtja e integritetit të shtetit është në dorë të sigurta, është forcu policia dhe ushtria jonë, dhe ata morin vendim për më të rejkë se është e pa nevojshme me qëndru në një vend ku ka sigurit plot. Unë e them me plot fjallin që Kosova është shumë e sigurt se shumë vendet e Evropës. Dhe për ata arsye dhe ata kanë marrë vendim më largu. Shumë edhe turist huj, kur kanë fillu këtë vit që është në rritje që vinë e vrejnë, ato e ndinë që Kosova është vendi sigurt. Edhe dita ditës është më e sigurt, edhe me të vërtet është e sigurt. Kemi pa edhe suksesin e policisë Kosovës që pas do ngjarje që ndodh, për afat shumë shkurt për një me orë të kapin kriminalet ose hajnë ose çka do që ndodhë në Kosovë. Kështu që të na është siguria në nivelin më duhur që asnjëherë më herët s'ka qenë, për ata dhe është marrë vendimin natës. Unë shoh se vendim pozitiv, edhe nuk ja kena frikën servis me thonë drejtën me ushtrinë, me policinë sot se kemë për. Po shpresojmë shumë që të mos kemi edhe një herë nevojë për të intervenuar NATO një herë tjetër. Megjithatë, kthehemi pak në kohë. Sot fatmirësisht gëzojmë lirinë, po diskutojmë për lajme të mira ku parashihet dhe konstatohet se jemi një vend cilit edhe mund të qëndrojmë si të tillë në bazë të gjitha kapaciteteve të cilat fatmirësisht ka edhe Kosova me rritjen e forcës sigurisë Kosovës dhe të tjera. Kthehemi në kohë. Si e kujtoni zotri Sopi ditën e çlirimit, tashmë vite më pas? Po t'ju them të drejtën, në atë kohë pas vuajtjeve shekullore, populli ynë e pa dritën një herë, sepse pas gjithë atyre të këqijave që i solli pushtuesi serb ndër vite, kujtojmë në atë rast, për shembull ditën e çlirimit, unë për vete dhe shumë shokë të mi, bashkëluftarë të mi, kemi kujtuar vuajtjet e popullit tonë,
kemi kujtuar përpjekjet shekullore të cilat nuk kanë rreshtur asnjëherë, që nga koha e luftës dytë botërore do të thotë lëvizjet e ndryshme adhetare nuk kanë pushuar kurrë. E kemi kujtuar me atë rast edhe sakrificat e parardhësve tonë, siç është sakrifica për flamur e Fazli Krajqevsit, sakrifica e përhershme me shumë vuajtje burg e Bacës Adem Demaçi, simbolit të rezistencës kombëtare, sakrificat e shumë burgosërve politikë të cilët gjithmonë kanë punuar në drejtim të fitimit të drejtave dhe të lirive tona. Kemi kujtuar përpjekjen e popullit tonë dhe mos pajtimin e tij asnjëherë me situatën dhe me gjendjen e robërisë. Prandaj, duke i kujtuar këto dhe luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila ishte kapitulli i fundit, por më i lavdishmi, ne jemi krenar që ishim pjesë e asaj epoke, pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke dhënë kontributin ton maksimal, por më meritorët për atë ditë, për ditën e çlirimit të vendit ton, janë ata që dhanë jetën, janë bashkëluftarët ton, herojt ton, dëshmorët ton, krye me krye komandantin legjendar, Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Agim Ramadani, Luan Haradinaj, Shkelzen Haradinaj, e shumë heroj e dëshmorë të tjerë, por të falë edhe shumë sakrificave të popullit tonë, i cili ditit na ushqej, ditit na mbaj në familjet e tyre, sepse ne si ushtri nuk kemi pas kazerma, por kazermat tona kanë qenë shtëpit e popullit tonë. Ushtria jonë ka qenë e furnizume me djemë dhe vajza të popullit tonë, pa ftesë, mirë po në mënyrë vullnetare dhe kanë qenë të gatshëm. E vetmja armë që kemi pas përparësi në krahasim me një ushtri e cila është renditur ndër ushtrit më të forta në Evropë, ka qenë morali i ushtarëve tonë, i popullit tonë dhe bindja plot fitore dhe besimi në atë fitore. Po, megjithatë, zot Risopi, të thellohemi pak ndoshta në përjetimet personale. Keni, me që se ju kemi në studio, po besoj që keni qenë në zonat të ndryshme të Kosovës, megjithatë, si ka qenë ai përjetimi, si keni marrë lajmin që NATO është fut në Kosovë, kush u dha lajmin, ka pasur shumë shok të tuaj që i keni humbur gjatë rrugës. Këto po besoj që ndoshta janë mirë dhe ti kujtojmë sot. Që them të drejtën, e përmend se në cilat zona kemi vepruar, kemi vepruar në zonë operative të Llapit, më konkretisht në Gollak, e cila përfshin edhe territorin e Prishtinës. Ne në fillim të qershorit veç ishim të bindur sepse e thatë ka e morëm lajmin. Ne, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, veç ka qenë kontakt me forcat e NATO-s, me inteligjencën e NATO-s dhe ne, s'thëm ne, por persona caktuar në kuadër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe shtabit përgjithshëm kanë pas kontakte direkte me strukturat e NATO-s dhe i kanë dhënë koordinata, i kanë dhënë shënjestrim ku të shënohen, domethënë ku të goditen forcat armike dhe për hyrjen e forcave të NATO-s ne veç e kemi ditë që në fillim që me 10 qershor ata Serbia veç kanë nënshkruar kapitullimin dhe forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në kryeqytet ishin dhe me 11 qershor, një ditë para se me hyj forcat e NATO-s, ne veç ngritëm flamurin kombëtar në pika dominante të Prishtinës dhe shpallëm kryeqytetin të lirë. Të vetmet forca që kanë qenë serbe kanë qenë forca në grumbullim, në ikje dhe në grabitje të asaj që kanë mujtë me grabit dhe koncentrimit të tyre në bazat të cilat do të shërbenin më tej për tërheqje për Serbi. Prandaj ne jemi të lumtur që forcat e NATO-s, Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e gjetën në Prishtinë, kryeqytet, dhe e pritëm se është mas mire dhe vum kontaktet e para dhe vazhduam bashkëpunimin duke i dorëzuar atyre, si të them, sigurinë mbi territorin e Kosovës. Nova, cila është fotografia juve që ju vjen sot nga ajo kohë kam fjalën, në moment kur e kuptuat lajmin, si e ndat me familjen, ku ishit, çfarë bët? Po. Gjëja më e rëndësishme
në botë një njeriu që jeton është liria. Nuk ka gjë më të rëndësishme, mund është me pas çka dush, po kurse ki lirin asgjë s'vlen. Unë kam përjetuar edhe represionin serb, e më rritë në qytetin e Kosovës, Prishtinës, me së të kom bo jetën edhe kam pasë që vështirë ka qenë jetën atë kohë, me jetu normal. Edhe kam përjetu ditën e liris, edhe ka qenë gjëja më e rëndësishme për mu jetë. Liria, dhe më thonë, është gjithë shka. Kështu që përjetim atë mirë nuk ka pasë. Kemi pasë disa obligime ato ditë e para. Mëj me cek ditën e parë, si jemi ardhë në Prishtinë në Kolëvis natën e parë, kur kemi hy, se në mirë të organizative, kemi qenë garda me komandant Remin, kryesi në Redini Bishin e këta. Të nesër në kanë saktu dhe detyra neve një grupë i saktun, që me shku në spitalin e Prishtinës për me siguru dhomat me sjell të plagosimit, se kanë qenë shumë rënë, kam 40 vetë që i kemi bajt, edhe kjo gjëja më e rëndësishme në jetë, kam bajt pesha trona, po me bajt e plagosinën është gjëja më e rëndë këtë botë. Se një lëvizje vogël, a i mbrapa së ndike mirë, dhimt, gjona dhe është e vështira ajo. Dhe pastaj me shumë dëshirë shkum në spital, duke respektu më urdhrat dhe operacionin që bëni në Redini Bishi, duke respektu normat dhe regullat e luftës që nuk kemi drejt në mantel bardhë në mbjek, më sjell keq se ka qenë ligjit e luftës që i kemi njohë të na kanë mësu mirë e proret tonë në zonën operative të Lapit. Kemi respektu në maksimum dhe kemi hyrë në spitalin e Prishtinës, ku ka pas plot serb, kemi vendosur në përhyrje, ka qenë një doktor i caktun që ai ka mbyll ato dyert ku janë operacionet e kirurgjisë, se ishin të duhurat për me drejtu disa të plagosur që ishin me agjente tron. Edhe aty janë vendosur në kirurgji në katin e tretë, ku kanë filluar me sjell të plagosurit. Ne kemi menaxhu sigurinë, si ushtar që kemi qenë në hyrje që nga hyrja deri te dalja. Kishit kontakt me familjen gjatë asaj kohe? Vetëm këtë gjuhë e vështirë ka qenë gjatë luftës shumë me familje. Ka ardhur lloj-lloj informate. Kam fjalën momentin kur edhe fliruam. Lloj-lloj informate. Po të shkosh ti vizitosh. Jo, kemi pas ditë e para jo se kanë qenë në Shqipëri, vëlla tjetër ka qenë i plagosur. Kanë qenë të shpërndarë. Lloj-lloj mua ka ardhur informate që është i plagosur në rënd derisa kam pa ai më thënë ka qenë pak më rënd. Kuptoj janë rrëfime të cilat janë shumë emocionale dhe ju kuptoj megjithatë është shumë e rëndësishme për shikuesit që të kuptohet dhe të mos harrohet një histori e cilën nuk është shumë kohë gjatë cilën e kemi kaluar. Me kohën jemi lyksu pak. Është moment që se nuk e di, nuk më me përshkru, po është moment shumë e madh, liria është shumë e madhe. Duhet me vlerësu. Edhe një gjotë duhet me kuptuar gjënata e re, edhe këtë popull shqiptar që nuk është dorat liria. Liria është sakrificë, është mund, është derë gjak shumë për këtë vend, të nisë për familje Sashari, familje tjera që janë masakru sot anë në banë Kosovës, ku të shkojsh në secilin qytet ki vareza masive. E falë sakrificës ty në është arë liria, kështu që nuk është dorat liria. Gjërat e re, duhet me kuptu. Sopi? Po besoj që... Po, e përmende ditën kur shpallët kryeqytetin të lirë, ke taku ndonjë qytetar, qoftë në rrugë, qoftë ndonjë familje, të cilet edhe nuk e kanë pasur ndoshta informacionin se tashmë vendi po çlirohet. Si ka qenë përjetimi në sytë e tyre? Ne nga fillimi i qershorit veç kemi pas baza caktuara në Prishtinë, dhe paka shumë e kemi njëftu ata pak njerëz që mos lëvizin, sepse liria nuk është largë, dhe edhe pse ka pas pak njerëz. Ju dini që pjesa më e madhe e qytetarëve njerë është dy në drejtim Gollakut, mandej i kanë përzon edhe prej atje me granatime, bombardime ndryshme, dhe i kanë përzon për Shqipëri, mirë për një pjesë që ka mbetë në Prishtinë, ne veç i kishëm përpunu dhe i kishëm folë që mos të largohen më, sepse tani më veç do t'jenë edhe forcat e ushtrisë lirimtare të Kosovës në mbrojtje tyre, sepse ne gjatë luftës, sa ishte ma herët Prishtinën dhe qytetet në përgjithësi, i kemi kursyer nga luftimet, nga veprimet luftarake, sepse për neve më lehtë do t'ishte të luftonim në qytete me armë që kemi pas, se sa të përballohemi me ofanzivat të nivelit çfarë na kanë mësyer neve, me armatime të rënda, me granatime, por qëllimi ka qenë që të ruhen qytetet, të ruhen qytetarët, sepse forcat serbe sa herë kanë pasur humbje nga ushtria shërimtare e Kosovës, ata janë hakmerën popullatën e pambrojtur civile. Prandaj edhe këtu, ne qytetarët e kemi përpunu që mos të largohen më, mos të qarkullojnë gjatë qasoj
katrahure që po ndodhte dhe me dukjen tonë në Prishtinë, qytetarët e kuptuan se liria veç erdhi, kemi gjetë një entuziazm të jashtëzakonshëm të ta dhe një gëzim të papërshkrueshëm. E kuptoj, marrë me mend, kemi edhe disa pamje këtu të cilat po na shoqërojnë gjatë bisedës nga ndoshta ditët e shlirimit. Tërnava, si ka qenë takimi me familjen, pas gjithë atyre ditëve larg, thatë se i keni pasur larg, megjithatë si ka qenë takimi i parë? Po me muj s'kishim kontaktu, se s'ka pas telefon. Pastaj me vllon, kaj takime ka qenë emocional, të tjerët me qenë se ishin në Shqipni dhe disha qenë ma të sigurt, ka qenë takim normal, shumë emocional, po shumë edhe takim e gëzimit, që kishim pështu edhe që ishim shliru. Kështu që takim emocional ka qenë, si me thonë, djenja ndoshta të përzime. Ajo krenaria, ajo shpëtimi, liria, gjitha këto bashku bon, po me familjen ishte më sigurisht që ishte më shumë takim gëzimi, rikthimi në shtëpinë tonë, rikthimi në familjen, bashkimi familjes. Të marrë parasysh 6.000 një këto jo, 5 ishim këto, pastaj me axhallarët e me tjerët. Shtëpiat ato si është problem, sa ato kemi rregullu krejt, ishin të djegura si lagju, kthim në një të enda dikun tjetër, pa ato ishte problemi vogël. Në atë kohë se ato rregullohen e bëhen gjonat, po ishte takim shumë i gëzimit madh që bashkuam prapë se ne nuk e kemi ditë kur mbarën, ne kemi ditë që kemi shku në luftë, e kemi ditë që duhet me luftu. Pas një se kemi ditë se kur mbarën do me qershora, mbarën manë, përveç kur fillun bombardimet, fillon një dijen dhe liris. Për ndryshe, para se me fillu bombardimet, çdo natë kemi bërë temat të ndryshme, kemi përcjellë lajmet të nisë me odbrajt me çdo fjalë që ka po thot politikanë ndërkombëtar, apo vendosin një na do, një s'na do, një vendosin në bombardojnë. Sa vjeçar keni qenë atë kohë? 18 vjeçar. Kum fillu, na numejti kum bën luftë pa. Nuk ka qenë e lehtë që zgjohesh ti me ngjes edhe e merr Kalashnikovin shkon në luftë, po e para për presioni i madh që është bërë gjatë dekadave, me thonë, prej serve, si në familjen tonë, se më rritim fush Kosovë, mes ku ka qenë shumë çeknik të mëdha dhe shkolla ti mbyll, stadionin s'len me lujt futboll, s'punesh mundi lirë sa herë del prej shtëpisë. Edhe kjo represioni vazhdueshëm ti mund të spret dikur diçysh me hakmerr në ta, edhe ajo është që ti. Megjithatë një 18 vjeçar të bashkohet në luftë kërkon shumë guxim realisht. Të ndohet nga familja është shumë e guximshme realisht nga ana juaj. Sopi, ku i keni pas ju familjarët? Keni qenë shumë larg? Unë me familje kom pas ma letë, se familjen kom pas komplet në luftë, me vete kom pas gjithë. Domthon në shtëpinë time ka qenë shtabi i brigadës 153 dhe që nga fillimi e gjithë familja ka qenë në shërbim të luftës, po ashtu edhe gjatë ofanzivave, familja normal që e kemi zhvendosur prej shtëpie, mirë po na ka shërby për ushqimin e ushtarëve dhe shtabit brigadës tonë dhe nuk e kemi leju që të largohet asnjëherë nga ne. Personalisht nuk kam mujt me vizitu, mirë po kanë shku njerëzit që kanë marrë bukën edhe sepse unë kam qenë vija të frontit dhe ma i nëzën me problemet të luftës, por megjithatë thëmë e kam pas me vete. Dhe gëzimin edhe hidhrimin edhe frikën edhe krejt i kemi pas ndo bashkë, se ashtu ma ka sjell fati, se qenë nga fillimi, po familja ime ka qenë e përgatitur edhe ma heret, sepse unë jam edhe ish i burgosur politik viteve 80-ta, edhe kanë qenë të përsaktuar dhe të përgatitur për sfida, sepse mësu me sfida, me represion, me rrethimet të shpeshta të shpisime, sepse dhe pas daljes nga burgu, pas arrestimit shokëve të mi, unë më nuk pranova që të binë dur. Sërve dhe një 7-8 vite i këm bo jetë kaçako, jetë malë. Unë nuk këm mujtë me flajtë shpitame kur, flasë para lufte, kur veç u organizuam në kuadrë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe i bëra një numër të shokëve, veç unë e këm një vetën e lirë ma. Në krahasim me ato vuajtje që i këm pas të përditshme duke ma rrethuar shtëpinë, tu i kërcënu familjen, tu kërcënu të ja marrim një fëmijë, se kanë ditë edhe kërcënimet e tilla derisa dorëzohet. Kështu që kam pas një fat pak më ndryshe, të mirë dhe të keqen, domethënë e kam pas aty në shtëpi. E kuptoj. Kjo e mirë ndoshta krahasu me të tjerët që i kanë pasur larg për ditë të tëra, nuk kanë marrë asnjë informacion.
sigurisht sot do t'ishte më e lehtë, sepse me telefon shumë e lehtë komunikimi, megjithatë të kujtojmë se në atë kohë është dashur ndoshta të dërgojnë njerëz, të dërgojnë letra në mënyrë që të kuptohet nëse janë mirë. Kanë qenë asnjëherë të sigurta në rast se do arrijnë në duart e duhura. Ose nëse janë akoma gjallë, ka pasur frikë po besoj mes prindërve, sidomos për fëmijët e tyre që i kanë quar në luftë. Fat e ka dashur që nuk i kemi leju ne familjen tonë me u largu në drejtim Prishtinës sepse i kanë kërkuar me mbiemër. Se forcat serbe kanë ditë kush është në krye të organizimit të ushtrisë çlirimtare ne edhe kanë ditë ku është stacionuar, kanë ditë se kanë pas informacione se ka qenë gjysmë legale në atë kuptimin që dihet ku po shkon zllash, te ku në filan vend. Edhe janë ditë senet kaq fort, mirë se edhe në kolona caktume i kanë pyet me mbiemër kush, atë mos po bin ta. Kjo ka qenë më rrezik me qenë lëvizja ta, kështu që nuk kemi leju, po fatmirësisht kanë shpëtuar mirë sepse kanë qenë të mbrojtur nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Megjithatë, zoti Tërnava, kur kthehemi dhe flasim, sa ju ka ndryshuar lufta juve si person? E përmendet me 18 vjeçar, vendim i vështirë në një moshë ku njerëzit zakonisht nisin të pjekin, nuk janë plotësisht pjekur dhe të marrësh përgjegjësi të tilla duke pas një barr mbi supe, duke lënë familjen larg, sa kur ndalesh edhe mendon, sa ju ka ndryshuar si person në përgjithësi? Lufta po të pjekë para kohës. S'po të vetë ke me në farë mënyra e pjeka se pjekë, e fut atë, ke bo ushtrimet, ke majtë trajnimin. Ashtu është, dhe realisht thonë pjekat të pjekin para kohës. Na i këna majtë ushtrimet në bajgorat në fillim kur ka nisë, që janë la para ofenzivës statorit, para ofenzivës të parë në zonën e Llapit, edhe na të pregadit mirë. Fatmirësisht këna pas e prorë ushtarak profesional të ish ushtrisë Jugosllavisë, cilët na kanë trajnu në mënyrën ma dur, ma disciplinun, edhe për atë janë falenderuse, edhe na kanë mësu se qysh më rujt. Edhe na kanë ndryshu shumë se të disciplinun me punu për shtetin, edhe gjithë kohën kemi vazhdu mënyrat të ndryshme me kontribu për Kosovën, edhe sot vazhdojmë me kontribu aty ku na japet hapësira dhe aty ku kemi mundësi. Se kur ti në kohë trejnë, mosh trej merë, ato disiplinën edhe udhëzimet për me shërbi për venin, ato gjithë jetën kanë me të përcjellë që keme ka në shërbim të venit. E kjo më ka ndryshu shumë se jem një kënaqësi çka do që kum punu, ku do që kum punu, që kum shërbi venit, qoftë qytetit, qoftë Kosovës, jem një mirë, dhe për gjitha veprimet që i kum bo deri sot, jem shumë krenar që kum mujt me kontribu edhe me shërbi drejtës edhe jo veprimeve të këqija. Sopi, ke pritur që do tjetë Kosova në këtë pozicion pas 27 viteve? Ne përmendëm qysh në fillim se sot Kosovës sidomos i mungojnë edhe i shkrerët cilët gjende në Hag, po përballën me një proces të pa drejt tash e sa vite. Si na gjen ky 27 vjetor? Ke pritur që ndoshta Kosova të ishte në një pozicion më të mirë? Po t'ju them të drejtën, sa i përket zhvillimit, Kosova ka ecur shumë përpara. Kur e kujtojmë ne Kosovën të djegur dhe të shkatruar totalisht nga soldateska serbe, Kosova ka arritur shumë. A kemi mujtë të arrijmë ma shumë? Po, kemi mujtë edhe ma shumë. Nuk është mjaftu shumë kur. Mirë po, nuk mund të thuhet se Kosova ka vite është shkatru. Se dhe mund në paskalon pushtusi na paskalon shumë mirë, po e pas mi pa prish na për 20 vjetë, 30 vjetë. Kjo nuk qëndran. Kosova është shumë ma mirë në çdo aspekt, çdo familje jeton ma mirë se kur më parë, mirë po neve si luftar na pengon ky polarizim që po bën shoqëri, i cili është i panevojshëm në çfarëdo aspekti. Ne duhet jemi më të bashkuar, duhet t'i kujtojmë ato vite të rënda, duhet ta kujtojmë se liria burimin e ka te gjaku i dëshmorëve, i herojve tanë, dhe duhet të kemi kujdes kur flasim domthonë për periudhën e rezistencës, për periudhën e luftës, dhe mos të flasim gjërat pa vërteta, por të jemi krenar me të kaluarën tonë, me një projekt i cili është projekti më i madh pas luftrave Skënderbeu dhe shpalljes pavarësisë Shqipërisë, dhe rinin të edukojmë në frymën e drejtë, në drejtim të zhvillimit vendit. Shumë na pengon do të thotë kjo polarizimi i shoqërisë që ka sot,
shumë i panevojshëm kur partitë të ndryshme duhet të merren me programet të tyre e jo brenda NATO-s dikush të shpallet tradhtar e dikush shpallet heroj, secili e din vendin e vet, secili e din punën e vet. Prandaj i ftoj të gjithë për unitet, për bashkëpunim dhe për ecje drejt zhvillimit të shtetit ton, sepse hasmit ton, pushtuesit ton, ata që deri dje kemi pas pushtues, e duan që ne të dështojmë çdo aspekt dhe kjo nuk do të del asnjëherë. Sa i përket krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, bashkëluftarëve tonë që ndodhen në Hagë padrejtësisht, i urojmë që vendimi i kësaj gjykate të jetë vendim i drejtë dhe në bazë të provave të administruara në gjykatë, e jo në bazë të provave të siguruara nga qarqe të inteligjencës ruso-serbe, të cilët i kanë ofruar prokurorisë dokumente të rreshme, kur dihet me çfarë akuzë është formu kjo gjykatë, është formu me akuzën për trafikim organesh, gjë e cila nuk e ka pa as ndërkush. Prandaj i shoh dikush e gjykon Parlamentin e Kosovës dhe krerët të cilët ndodhen në Hagë, të cilët kanë qenë të gjithë aktorë të aprovimit dhe të miratimit të formimit të asaj gjykate, i akuzon se pse e kanë leju. Edhe sot po të kërkojë ndonjë gjykatë për akuzat pa qena, për akuza të cilat do ta njollosin luftën tonë, ne do të pranojmë çfarë do gjykate, sepse e dim se drejtësia do të fletë dhe e drejta është në anën tonë se ato akuza nuk qëndrojnë. Prandaj jemi të bindur që trupi gjykues nuk do të bie në pre e atyre deklaratave, atyre gënjeshtrave të fabrikuara në Moskë e Beograd. Sidomos ata duhet t'i marrin parasysh dëshmit e njerëzve më eminent të Amerikës, të cilët kanë qenë aktorë të ngjarjeve të kohës dhe të merren për bazë dëshmitë e tyre sepse ato janë të paanshme, vetëm të vërtetën e thuhet sepse nuk i frikon bash askujt. Generali Clark për shembull nuk i frikohet askujt të thotë vërtetën dhe jam i bindur se trupi gjykues do të merr vendim lirues dhe krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës do t'i kthehen familjes, shoqërisë dhe gjithë Kosovës. Ashtu shpresojmë. Tërnava? Padrejtësia më e madhe ndërkombëtare në historinë e drejtësisë është kjo padrejtësi. Më shpresoj shumë që institutet e të ardhmen kanë me nxjerrë në pak këtë padrejtësi të madhe. Është hap rasti për shtëpinë e Gjelbert, s'kanë gjetë argumente, kanë vazhdu me hap mas rasti, vetëm për t'i mbulu ato të pavërteta që është nis ai buxhet, që është nis ky rast më u hap, kështu që është një padrejtësi cilën është e papranueshme për mua dhe besoj për gjithë popullin shqiptar, që bëhet një padrejtësi në 2026 nga Evropa dhe nga disa qarqe tjera ndërkombëtare, për mua është shumë e pabesueshme dhe e padrejtë. Shpresojmë shumë që në korrek apo mos e largu në shtator të jepet edhe vendimi lirues për krerët. UÇK-s ju falenderojmë shumë që keni ardhur sot dhe keni nda përjetimet personale tuaja për 27 vjetë më parë në ditën e çlirimit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nga këtu do të kemi një shkëputje fare të shkurtër publicitare, do të kthehemi që të flasim për deklaratën e fortë të Trumpit apo merr sot fund lufta SBA-Iran, diskutojmë në pjesën tjetër.